Vendimi i kryeministrit Edi Rama për të mbyllur rrjetin social TikTok ka shkaktuar një debat të ashpër politik dhe shoqëror në Shqipëri. Përveç përplasjes mes qeverisë dhe opozitës, ky hap ka ngjatur reagime të forta edhe nga organizatat e mediave dhe shoqëria civile, të cilat e konsiderojnë mbylljen e platformës si një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, një kërcënim për lirinë e shprehjes. BIRN, Asociacioni i Gazetarëve dhe Center for Legal Employment kanë depozituar një ankesë në gjykatën kushtetuese duke kërkuar zhbërjen e vendimit. Sipas tyre, mbyllja e TikTokut jo vetëm që cënon të drejtën e qytetarëve për informim dhe lirinë e shprehjes, por prek edhe aspektin ekonomik, pasi platforma ishte kthyer në burim të ardhurash për shumë përdorues. Ata paralajmërojnë se legjitimi i këtij vendimi mund të hapë rrugën për mbylljen e rrjeteve të tjera sociale dhe vendosjen e një precedenti të rrezikshëm për demokracinë në vend. Në argumentin e tij për mbylljen e TikTokut, Rama ka deklaruar se vendimi u mor pas konsultimeve me 65.000 prindër dhe se shkaku kryesor lidhet me vrasjen e të riut Martin Sami nga një bashkëmoshatar i tij, si dhe për hapjen e dhunës përmes platformës pa filtra kontrolli. Sipas tij, TikTok do të mbetet i ndaluar për një vit derisa të gjenden masa efektive për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e rrezikshme. Ndërkohë, ky vendim ka sjell krahasime me masa të ngjashme të ndërmarra në vende si Turqia, ku Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njerëzit ka dënuar kufizime të tilla si cënimin e lirisë së shprehjes. Debati pritet të intensifikohet, ndërsa Gjykata Kushtetuese shqyrton ankesën dhe vendimi i qeverisë vazhdon të mbetet një çështje e nxehtë në diskursin politik dhe publik shqiptar.